Mirë po, me të kretë namazin, çka ndihmina, çka përjetojmë? Normal që Allahu don tek njeriu me i realizu shumë qëllime, një prej tyre edukimin e mirëfillt, po edhe edukimin shpirtëror. Unë jam tek mendimi i robit tem, por më qy shumë mendon ai. Mirë, pse unë duhet me mendu gjithmonë që ai është të prit hazër kur gabojoni diçka të mdënën? E pejgamberi alayhi salatu sallam pikërisht ngushëllimin pas Allahut azza wa jalla, mbështetjes në Allahun e gjente namaz. Kuptimi i rukus dhe sejdës si pjesë përbërëse të namazit. Domethënë sa më i porol para Allahut, aq më i ngritur tek Allahu dhe tek krijesat që janë tek Allahu më lëshët, pastaj edhe tek njerëzit. Namazi si bashkë bisedim me Allahun. Ka përmend pejgamberi në hadith, po, kur falet robi, kjo ndërhyrje e Allahut lartësuar në Fatihan që ti e lexon namaz. Edhe sa e lexon ajetin e parë, sa e thua ajetin e parë, dy fjalë, Allahu të përgjigjet më herë. Mirë, nëse dikush është namazli dhe nuk largohet prej punës, nuk është problemi te namazi, është problemi te personi i cili nuk është duke e marrë namazin si duhet. Një vepër kaq fisnike, vepra që është, domethënë, vepra që më së shumë ti e don Allahun pas imanit. Sa vepra të vogla njeti, domos sinqeriteti i bën kodra. Po sa vepra si kodrat, mos sinqeriteti ose njeti i keq i shndron në thërminja ose i bën hi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, Allahun e falenderojmë, i pejgamberin ton Muhammedin salavatet më të përzgjedhur e dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, shikues, jemi në fillim të episodit të 5 të podcastit ton Mejlis. Ky është sezoni i tretë dhe është tani numri 5 i episodave që i kemi publikuar. Sonte misafire kemi hoxhën nderuar, doktor Rasim Haxha, i cili vjen nga Kosova jonë e dashur, të cilët i shprehim se ardhi. Mirësevgji. Falenderojmë për nderin që na e bën vazhdimisht. Çdo herë kur kemi pas nevojë që ta ftojmë, ai është përgjigjur pa hezituar. Faleminderit për ftesën. Allah i shpërbleft ju nderoft, të përkundrazi është nder edhe privilegj që me qenë bashkarisht në këta minuta në vazhdim. Hoxhë nderuar, ne duke biseduar për këtë emision, për këtë podcast, tham ta bëjmë një trajtim të namazit nga një këndvështrim tjetër. Se të ne është ai këndvështrimi klasik i namazit, se është obligim, se është detyrë, që është shtylla, se këto janë fakte që ne nuk i mohojmë dhe nuk guxojmë që ti mohojmë, por të flasim një herë për namazin si nevojë shpirtërore dhe para se të bëhet detyrë fetare, ajo është nevojë për njeriu. Gjithsesi, atëherë në emër të Allahut fillojmë, prej tij ndihmë falje kërkojmë. Përshëndetjet, lëvdatat Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pikërisht ajo që fillove, namazi ka mund t'i qasemi namazit në aspekte të ndryshme. Para të dhe nësi hoxhallar kur kemi mësuar e gjejmë që namazi përmendet në librat e fekut, përmendet në librat e mirësjelljes, të moralit, pastaj edhe të akides, që do të thotë se namazi mund të shpjegohet nga qasje të ndryshme, edhe po e them kështu nëse kam të drejtë, i hym në hak, nëse vazhdimisht i hym në hak njerëzve, domthonë besimtarëve tonë, që nëse vazhdimisht njëjtën qasje e kemi ndaj namazit, duhet me kry, është obligim, Allahu dënon, Allah mirë, a ka shpjegim më tepër se sa kjo? Duhet me pas patjetër. Në anën tjetër është ajo ona shpirtërore që kur ti thosh dikujt se e ke obligim është detyrë, fillon më urandu pastaj nefsi edhe shpirti. Ngjashtu me këto i kemi në detyrat e fëmijëve në për shkolla ose studenta kur kemi qenë. Në kod provimeve ato që i kemi pas detyruar kanë qenë më spaku të dëshiruara për me lexu librat edhe përderisa gjithçka tjetër është lexuar me shijen kod provime. E nuk ka dyshim që namazit mund t'i qasemi në aspekte të ndryshme edhe i avlejnë më u qasë. Sepse Allah i lartësuar, para se me i tregu besimtarit, se nëse se falë namazin e ki këta, e ka nëzitë dhe e ka josh me gjitha ato që ka i fiton
besimtari kur falet. Fitimet të mëdha qoftë të natyrës shpirtërore, qoftë natyrës fizike në këtë botë, po në botën tjetër gjithsesi, po edhe në këtë botë. A mundet të fillojmë bisedën tonë me atë aspektin e kuptimit të vërtet gjuhësor të fjalës as-sala apo namazi? Po, që vetëm këtë me marë, ndoshta që ja vlen emision me bu me to. Pse? Sepse na i dëgjojmë shpesh njerëzit duke thonë, ndoshta dhe disa prej muslimanëve, duke thonë se gjuha arabe, gjuha kjo, është interesant që Kurani kur ka ardhur e ka bënë terminologji më ndryshe se sa arabishtja. Ato në esencë janë fjalë arabe. Po, mirë po, arabe, por janë i ka dhënë kuptim shtesë. I ka dhënë kuptim shtesë ose dimensione. Për shembull, fjala as-sala arabisht është. Gjuhësisht, po të mos vinte shariati më na tregu çka është namazi, kish me mbet kuptimi gjuhësor i fjalës as-sala, që është doja. Wasalli alehim inna salataka sakanun lahum, i thot Allahu që e përdor këtë kuptimin gjuhësor, këtu thot dhe lutu për ta, sepse lutja për ty jote për ta është qetësim. Që do të thotë se kuptimi gjuhësor i fjalës sala në arabisht është do. Mirë. Në namaz, përveç doas kemi edhe lëvizje të shumta, kemi edhe ibadete, pjesë të ibadeteve të shumta. Mirë, pse Allahu e zgjodhi këtë? Vetëm këtu mu unal me mentu. Pse Allahu e zgjodhi këtë fjalë që me një pjesë të namazit me emërtu komplet namaz. Është esenca dhe thejë. Do më thonë se ka diçka këtu të veçantë. Për shembull, Allahu kur flet për namazin e sabahit, që është namazi më i vlefshëm, edhe më i dashur, pse të gjitha farzët janë dashur, por namazi i sabahit e ka atë specifikën e vet. Thot Allahu wa Qur'an al-Fajr. Do në Kurani i sabahit është për qëllim leximi i Kuranit në namaz të sabahit. Mirë po Allahu e përmend namazin e sabahit e ndërlidh me Kur'an, mirë që namazi i sabahit më duhet më lexoj më gjatë, edhe më fal më gjatë. Edhe këto Allahu e zgjodhi as-sala fjalën për ibadetin kryesor më të rëndësishëm, që është namazi. Që tham gjithsesi ka kuptimin e dos, mirë. Çfarë bëjmë na me namazin? Na me namazin i kemi lëvizjet, i kemi përmendjet, dhikret, dot, elhamin që i themi. Mirë po, me të kretë namazin, çka ndihmina, çka përjetojmë? Besoj që çdo kush që falet, para se me hym namaz, e ndin se është tu ju lut Allahut. Edhe përmes namazit, sikur do të më thonë Allah, unë po e bëj këtë namaz, edhe me kry një obligim të këti, po edhe përmes ti mu të lutë që më ndihmu edhe nevojat që i ka si cilë njeri që i sjell në kokën e vetë në atë moment. Që do të thotë se elementi kryesor, ose për elementeve kryesor në namaz është doja. Edhe kështu kur fillon besimtari, edhe veprimet mund të përkthehen se janë veprime në me të cilën njeriu e shpreh për ulin e tij, për ulsinë e tij ndaj Allahut, dhe nëpërmjet asaj për ulsisë, sikur i jep vetes drejt që unë tash kam të drejtë pas që jam në këtë pozitë, po, ti lutem dhe të kërkoj prej Allahut. Besoj që në vazhdim ndoshta do t'i përmendim edhe këto pjesë të namazit. Mirë, po më të vërtet pozita e namazriut pastaj, sikur vjen në atë pikën që e përmendet i konkretisht se o Allah, unë do të s'ka për ulje, domethënë më të madhe se sa kjo. Edhe ku marr çat pozitë që ti nëse më kthen, ose ti nëse nuk më pranon, ku më shkon? E këtë besimtari para se me i thonë besimtarit se e ke obligim, se Allahu dënon, se namazi kështu, namazi ai që se fol namazin a hyn xhenet, a hyn xhenem, para kësaj me i thonë që ti a ke nevojë me lut Zotin tan, kam nevojë. Me lutja më e mirë, edhe lutja që pritet mos më u kthy është pikërisht namaz, edhe përmes namazit. Sepse ndaj ndërlidhja që e përmendum, mirë po është interesant edhe ndërlidhja në botën tjetër, po e përmendi shkurt këtë element, që pejgamberi alayhi salatu wasalam në atë momentin kritik, momentin e rënd ditës gjykimit, kur pejgamberët nuk refuzojnë me shku me ndërmjetësu tek Allahu, shkon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Edhe bën sejdë, do thonë e bën një pjesë namazit, që do thotë se në momentin më të rënd që pejgamberët e tjerë nuk pranojnë me e marr këtë rol. Në momentin kur vendoset edhe vulloset për fatin e krejt njerëzve, pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë rast e bën një pjesë namazit që është sejdja, edhe pastaj pikërisht mas kësaj i vjen përgjigjja më njëherë i thot Allahu ngrite irfa rasek, ngritu edhe kërko çka dush se kam të dhënë. Shafi tu shafa. Dhe kërkon ndërmjetësimin se do të pranohet ndërmjetësimi, edhe pastaj vazhdojnë procedurat e gjykimit në ditën e gjykimit. Do vet pjesa e namazit sejdja në këtë situatë, që është situata më e vështirë nga e cila distancon këtë pejgamber të Zotit, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam,
është si një hyrje, si një, me thonë, parathënie apo një veprim para se të vjen momenti i lutjes. Do thonë, sikur e tregon kulmin e përuljes dhe Allahu subhanahu wa taala dhe në atë moment e kërkon atë që Allahu xhaleshanu ja ka premtuar. Po gjithsesi. Do thotë pikërisht para se me lut Allahun, du me i bë këto veprime edhe du me i tërgu Allahut praktikisht se unë jam nënshtruar deri në atë pikë sa që si kam nënshtruar askujt tjetër posteje. Gjithashtu jam ardhur në të pikë edhe jam nënshtruar në atë formë që ti ke premtuar se nëse e vepron këto, pastaj kam të përgjigj. Edhe këto pastaj e ndin përgjigjen, e ndin fillimisht lutjen që është ja bë Allahut përmes namazit namazliu, pastaj e ndin se do ta ketë një përgjigje shumë afër. Namazi është i rëndësishëm në Islam sepse mirëmban apo e mban në jetë ndjenjen që e ka besimtari apo ndjenjen që e ka besimtari që duhet me pas për mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Si kjo realizohet nëpërmjet namazit, do të thotë. Se njeriu brenda ditës dhe natës e ka obligim që 5 herë ti drejtohet Allahut xhaleshanu ta fal namazin. Po. Ky element është shumë i rëndësishëm nga se sot po shohim se njerëzit sikur jetojnë në një distancë, largim nga Zoti dhe krijuesi i tyre. Edhe sikur nuk janë të vetëdijshëm për mbikëqyrjen e tyre. Veti. Disa ndoshta edhe i ka mashtruar shejtani, kanë shku deri në atë pikë sa që e ndin veten të panevojshëm për Allah. Pastaj edhe ajo ndjenja se Allahu është të na pa. Allahu nuk mundemi me ju shmon kudo që shkojmë, edhe ajo ka filluar më uzbej shumë. Ndërsa është kjo e njëjta te namazliu, ta shohim. Është interesant kur mendojmë rreth kushteve të Islamit që janë shtyllat kryesore dhe ibadetet kryesore. E shohim që njërin prej tyre Allahu e ka bërë obligim një herë në jetë, për shembull zakatin. Një tjetër e ka bërë një herë në jetë, haxhin. Mirë, pse namazin çdo ditë? Madje jo vetëm çdo ditë, po 5 herë në ditë. Që do të thotë se haxhi, këtë rast po e përmendin si shembull, i jep besimtarit atij që e kryen haxhin, i jep një energji dhe e mbush që nëse mbushet mirë i mjafton për të jetën. Edhe e sheti që haxhit që kanë kryer haxhin me ndjenja është në gjendje me ta përshkruaj haxhin që e ka kryer para 20 vjetë sikur e ka kryer dia. Asnjë sekond nuk e haron nga ai. Absolutisht. Tu mushet mendja që dia është kthy prej haxhit. Ai para 20 vjetë e ka kryer haxhin. Pse se e ka përjetuar dhe u kryer është mush. Pastaj edhe zakati edhe agjerimi është mbushje vjetore. Do thonë mbushet me tallmjet. Ndërsa namazin Allahu është mbushje karikim që po i thot Allahu në suar ki nevojë vazhdimisht. Pse? Pse duhet me lën punën? Pse duhet me lën muhabetin? Pse duhet me ndërprej, po them, shoqërinë, çdo që të kesh aktivitet, duhet me ndërprej. Pse? Se në këtë moment unë do të më lut Allahut, do të më fal, do të më kryej obligimin. Pse? Sepse unë po vazhdon ai më sheh. Ajo është po mua që unë jam neglizhent ndaj namazit. Pastaj krymi e namazit në këtë formë të shpeshtë, në 5 ditë. Se në anën tjetër kish mujt me ardh namazi, më obligu namazin, mbrëmje kur të vini. I kryeni namazet edhe mirë, po Allahu don me mojt. Ka disa që ashtu e kanë kuptuar. Gjatë ditës do të thonë nuk gjejnë vakt, kanë mundësi me gjetë, pastaj kur vjen ata, kur kthehet i punë, pushon pakës, e han darkën aty. Pastaj i vjen koha namazeve. Megjithëse na po gjejmë ku për gjithçka. Po gjejmë ku për kafe, po gjejmë ku për shoqëri. Madje shumë prej atyre që na thonë s'kem ku me dal. Ndeshje të futbollit, s'muj me dal me prej punës, e shohim që dalin për kafe për 10 minuta, rrin në orë. Që i vjen se problemi dikon tjetër, jo te koha. E këto, domethënë, përmes namazit, normal që Allahu don tek njeriu me i realizu shumë qëllime. Një prej tyre edukimin e mirëfillt, po edhe edukimin shpirtëror. Ka dalë se ka koha që unë duhet me ndërprej tash çdo punë, çdo aktivitet temin, është koha me ju nënshtru Allahut, i cili deri që tash mëdha jetë, me mëdha shëndet, mbrojtje, me bën gjithë ato, edhe unë po i tham faleminderit o Allah, po të falenderoj që prej mëngjesit, prej sabahit, kur kam fal sabahin deri në drek, jam shëndosh mirë. Po vaj që nuk është shëndosh mirë, nuk do të thotë që lirohet prej namazit, se Allah s'ma rujtesh netën, unë tash s'po falna. Mirë, po në mënyrë të përgjithshme, duhet që Allahu të falenderohet, pastaj vazhdimisht të ushqehet ajo ndjenja se unë jam nën përkujdesit Allahut. Kjo është shumë me rëndësi, hoxhi nderuar,
sikur tek besimtarët ajo vetdia për Zotin është vetëm vetdia e frikës nga ndëshkimi. Mos të mshes Zoti të bëj diçka keq, mos të mshes Zoti të bëj ndonjë haram, edhe vazhdimisht na shkon mendja tek ajo që është. Prandaj ndoshta edhe i shmangin adhurimet, domethënë kjo vetdia se Zoti është vetëm ndëshkues. Dërsa e harrojnë atë vetdijen për mbikëqyrjen e Zotit sikur dikush që të jep ndihmë, të përkrah, dikush tek i cili mbështetesh, dikush i cili është vazhdimisht me ty dhe të përkujton se ti në çdo kohë dhe në çdo moment ke të drejtë të drejtohesh atij me lutje. A mendon se ekziston një lloj gjithsesi, edhe kjo është problemi te mënyra se çysh e edukojmë veten as musliman. Domthonë çysh shohim Allahun. Çysh e ka përmend pejgamberi alayhi salam që Allahu thotë unë jam tek mendimi i robit tem, por më çysh unë mendon ai. Mirë, pse unë duhet me mendu gjithmonë që ai është të prit hazër kur gaboj unë diçka të më dënon? Por derisa Allahu i lartësuar sa gabimet na i pret, e sa na i pret pendimin mas sa viteve, edhe e mirëpret. Domethënë kjo është gabim edhe normal që e çrregullon atonën e brendshme të besimtarit, po dhe ja çrregullon edhe raportin me Allahun. Pse se pastaj fillon me ndërtu një farë lidhje me Allahun sikur se ai është që si a don të mirën, don me dënu, don përderisa Allah absolutisht nuk e ka. Sikur na dënonte Allahu gabimin e parë, dytë, tretë, as kishim me ekzistu toka. Na kish trajtu Allahu sipas gjunave që i bëjmë, kjo botë është dashur më shkatruar. Se disa sa milion herë, ndoshta nuk e teproj. Por kjo vetdia do të më qenë vetdia e cila na motivon që ta forcojmë lidhjen tonë me Zotin dhe ta krijojmë një raport i cili është i shëndosh. Gjithsesi, subhanallahu, për momentin më merr në mendje që nuk ka mundësi dikush me hidhru Allahun deri në çat mos, saqë pendohu qysh dush, kur dush, se ma Allahu e ta ka mbyll derën ty dhe ma ta ka kthy shpinën. S'ka mundësi me qum Allahun deri, domethënë me qu raportin me Allahun deri në këtë mos. Kur pos nëse vdes, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah i fal krejt. Kur thot krejt gjënohat, çfarë do thot krejt? S'ka gjëna që është jashtë kësaj fjalës krejt. Prandaj shejtani ndonjëherë përdor këtë strategji që njerëzit me i hutu me thonë ti ke vënë çat gjëna të madh, sta fal Zot. Ti po shkon në xhami, ti po falesh, kështu shejtani thot. Unë isha shkuve në xhami, po s'jam për xhami. Subhanallah. Shpesh e mendoj personin që i ka vrarë 99 njerëz. Mirë, ti që s'falesh për shemb, ose falesh rregullisht, edhe mendon që nuk je i denj me qëndru para Allahut. Ai ka vrarë 99. Ose nuk je i denj për faljen e Zotit, Zoti ja ka falë. Po bra. Don Allahu, ti ai ke vronë 99%, atë ka shku me në herë mi vronë 99%, ai ke lëndu 99%, banokias që i ke lëndu 99%. Me pse ti Allahu ja fali mos ma fal? Pse mu Allahu më kthy shpinën? Pse mu Allahu më mbyll derën edhe mos më lëshu mëshirën time mbi mua përderisa ai e ka përmend se dera e pendimit, edhe kur do që i kthemi Allahut, Allahu gëzohet. Madje ka në hadith se Allahu gëzohet kur i kthehet robi atina pas pendimit, më tepër se një non që ka fëmijën për gjinje e humb në për situatat tërmetit të betejës, pastaj kur e takon mas një kohë e merr shtërngon e përçafon. Po pejgamberi sa mendon se kjo e kishte hedhur e tash pikërisht fëmijën e saj në zjarr. Pejgamberi alayhi salatu kur i thotë se kjo grua a kish me hedh fëmijën e vet në zjarr. Po ai hedhet vet. 10 herë hedhet për mos u hedh fëmijën. Allahu thotë është më i mëshirshëm. Kjo do me thonë që ne njerëzit t'i edukojmë vetëm tek ajo të mbështeten tek mëshira e Zotit dhe pastaj t'ja na shkalojnë obligimet që i kanë. Por besimtari e krijon një baraspesht në jetën e tij mes mëshirës së Allahut, e cila është shumë e madhe, po ashtu edhe mes drejtësisë së Zotit, i cili robërit e tij do t'i trajton, do t'i gjykon me drejtësi. Ditën e gjykimit. Pikërisht kjo është, domthonë mirë po na e përmendëm një çështje e gabuar që është disa njerëzve se unë mund dikush më qenë shumë në alkool, dikush në zinë ose në gjëra ndryshme. Edhe me jo mush mendja ti, jam mush shejtani mendjen. Se unë kam rrinë deri në pikë mo s'ka mes meje dhe Allahut mo kemi shkatruar gjithçka. Çdo urë është shkatruar. Ti mundesh me këtë koncept
me gjyku me lidhet e njerëzve. Mirë po Allah se ka kështu. Po dhe anën tjetër, hajtë se Allahu fal, po që Allah që fal në ka obligu mu fal, për shembull, ose në ka obligu që to detyrat të cilat po i dëgjojmë për Allahu për ligjeratave, po i dëgjojmë vazhdimisht. Kështu që mu mbështet në mëshirën e Allahut pa vepra, nuk është ma pak e rrezikshme se sa me humbë shpresën në faljen e Allahut lartësuar. Domthonë dyat janë rreziqe që duhet të shmangemi të dyave. Do të namazi është ai i cili duhet me vendos tek ne një kriter të shëndosh, edhe të jetojmë duke bë baraspeshën mes mëshirës së Zotit dhe drejtësisë së Tij. Edhe mua më vjen mirë me përmend se Zoti është ndëshkuar, sepse Allahu xhashanu ka treguar se dënimi i Tij është i dhimbshëm edhe është i madh, por besimtari është ai i cili duhet me kuptu edhe dënimin e Zotit si diçka e drejtë, diçka e merituar. Madje do të thonë Allahu ndoshta ata që do ta dënon me drejtsinë e Tij, pasi që shumë shpish herë e ka tejkalu atë, edhe ka toleruar, ka prit që të pendohet e sen. Sikur e përmend pejgamberi alayhis salam, kush jeton 60 vite. Allah i ka dalë hakësh ati. Me përkthy kështu bokfali, ka dalë hakësh. 60 vjetë ka prit Allah dhe si kthehet Allah taj. Vërtet është një jetë me gjitha të shëndete, me gjitha të mira, me gjitha ato, edhe pas 60 vjetë nuk do në mi u kthy Allah të mirë. Atër për ka me i kërku ka Allah me thonë falem Allah. 60 vjetë që të prita unë qka bune. Namazi, pejgamberi sa kur vinte koha e namazit i thoshte Bilalit, arihna biha ja Bilal. Në rehato me thirrjen për namaz. Po ashtu shpesh dëgjojmë se i dërguar jon kur e trondiste diçka, po kur e friksonte diçka, fezja ila sala, shpejtonte në namaz. A mos pakës me na shtjellu këtë çështje për shikuesit tanë. Gjithsesi, domthonë ne jemi duke fol për namazin nga aspekti që është nevojë. Është një ushqim të cilin duhet me marr patjetër. Para se me mrit ajo sa një fotografi namazi konsumohet 5 herë në ditë. Po unë kam nevojë diçka. Mu mungon diçka. E mungon namazit të cilin e ka lënë Allahu për mua. Është interesant që nëse ndërlidhim jetën e pejgamberit alayhis salatu wasallam me gjitha ato sikletët që i ka pas edhe vujtjet. Më të rritë ka pas vujtjet më, edhe pejgamberit i kanë pas vujtjet më të mëdha. Sa që e përmend Aisha radhiyallahu anha, po e përmendim si shkurt, në betejën e Uhudit pas gjithë asaj goditje që i erdhi pejgamberit alayhis salatu wasalam, 70 shok i vdeshën, po thuj se gjithë ata që morën pjesë nuk shpëtoi askush pa u lënduar, pa u plagos, humbën betejën e gjitha këtu, tash Aisha radhiyallahu anha si ngushëllim, duke e mjeku pejgamberin alayhis salam, duke ja lidh vartë, po i thot, oj dërguar Allah, a ke pas ndaj ditë më të vështirë ndonjëherë? Thot po, edhe e përmend pastaj ditën e Taifit. Domethënë dita e Taifit është më të vërtetë mësim vete që ja vlen mu trajtu në vete, mirë po domon çash keq është ndi pejgamberi alayhis salam, edhe emocionalisht, edhe shpirtërisht, sepse nuk e kanë pranuar Taifin me fol. Tek e fundit hadis po pranonte me fol, mirë po pse më gjujt me gur. Pastaj me kasit nuk e kanë lënë me hyn me ikë mirë. E çfarë do shta me thon me këto? Do shta me thon me këto që po thuj se çto kanë qenë për ditëshmëria e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mirë, ku është ka gjetë ngushëllimin? Ku e ka gjetë forcën pejgamberi alayhis salatu wasalam që me vazhdu jetën? Që sot në ballafaqohemi me probleme ndryshme. Është djalin e ri, thon halo nuk ju ka ços jetës seriozisht, halo s'u shmartu. Thot, mu ka bo jeta bajat. Pse është bo jeta bajat? Sepse këti s'kam pse jetoj, s'ka për mu e lumëturi, sepse si duket atë terapin që e përmendu më herët 5 herë ditë namazi nuk e përdor. E pejgamberi alayhis salatu wasalam pikërisht ngushëllimin pas Allahut azza wa jalla dhe mbështetjes në Allahun e gjente namaz. Pikërisht ajo që e përmende më herët që sa herë e godiste diçka e ron për pejgamberin alayhis salatu wasalam, fa fazi'a ila as-salat. Thon për mini herë u ngut me hy namaz. Pse? Sepse Allahu i tha në Kur'an atij dhe gjithë muslimanëve wasta'inu bis-sabri was-salah. Ndihmoni në situatat pakëndshme, probleme kur i keni, me namaz dhe me durim.
Me të dyja të i kalohen problem. Mirë, e sot bota e shpejt që po e përmenim gjithë, me dinamike, me problemet e saja, me zhvillimet e shpejta, me gjitha ato. Ndryshimet e shpejta. Mirë, gjithë këtë presion tjetës që është sot edhe brezat e sode që jetojnë, qysh me përballu? Ko është e ventili sigurisë? Qysh me e përballu këto? Pikrisht vjen namazi, energjia kryesore pas mbështetjes në Allahun, që e mbush në sabah, e mbush në drejk, e mbush pastaj në kindije, në akşam, edhe për këtë Allahu i lartësuar e kalon në intervale kohore gjatë ditës, sepse lodhet njeriu prej mëngjesit deri në drejk me sa njerëz takohet, me çfarë biseda është i dëgjon, me çfarë lajme dëgjon, me çfarë njerëz është në kontakt mirë, vjen drejka dhe e gjen ngushëllimin te Allahu, edhe sikur i thot Allahu të lartësuar. Nga kjo botë. O Allah, gjitha ato që na godetën deri tash në ndihmën e Elsa. Pastaj edhe Bilalit radhiyallahu anhu, domthon për me tregu që pejgamberi alayhi sallam namazin e kishte mbështetës. Edhe burim energjie pas mbështetjes në Allahun, i thoshte Bilalit erihna biha ya Bilal. Thon thirrë zonin tim namaz edhe të qetësohemi, të relaksohemi, ushoj. Kështu edhe kishin traditë dhe shokët e pejgamberit alayhi sallam që përmendet kur Abdullah ibn Abbasit i ka mri lajmin se i ka vdek vllau, pa fol, as pa derdhlat, ka zbrit pe kafshë si ka fol 2 rekate, edhe pastaj e ka përmend ajetin wasta'inu bis sabri was sala, ndihmohuni me namaz dhe me sabër. Kuptimi i rukus dhe sejdës si pjesë përbërëse të namazit. Në rukun e përulemi, në sejdë e bim në tokë për krijuesin tonë. A është kjo një kulminacion i përuljes dhe kulminacion i shprehjes së dorëzimit pranë Allahut subhanahu wa taala? Rukuja është përkulje, ndërsa sejdja është me radhë komplet dok. Mirë, njerëzit e fortë i dëgjoj shpesh të thonë si përkulla kërkujt. Çfarë do të thonë? Këtë do të thonë që jam i fortë si përkulla. Mirë, po vjen kanë herë do momente që përkullet edhe mirë vele. Edhe e shohim që se bën fjalën ty. Një mërzi i karati që i ka mendu se është i fortë, është i fuqishëm edhe ka gjunzu thënë. Ka kompos goditje, trond, ka gjunjëzu, ose një grip i vogël, një virus, një bakteri në trup, se quhet ka humbë para speshëm, se nuk gjunjëzoshti, po gjunjëzosh, që do të thotë se njeriu është i dobët. Pa tjetër se kam i arë momenti kur dikujt kam i përull. Edhe kam i kërku dikujt diçka, ose ndim kam i kërku me përmes përulljes. Mirë, nëse dikush meriton me i kërku ndim, është Allah i lartësuar. Sepse Allah nuk i merr leje kërkujt për më lavon ndim neve, as nuk i ndërhyn kërkush në pushtetin e tij, as nuk i paksohet pushteti, po dhe të mirat nuk i paksohen sa do me i dhon njerëzve. E kështu që ai që është më meritori për përkuljen tonë, edhe në nështrimin tonë, ai është Allahu i lartësuar edhe kërkush s'është meritor tjetër. Në anën tjetër, kur përkullet besimtari në ruku edhe në sejdë, edhe e bament për kanë është, dhe thënë, për kanë e ka bo këto, për mbretin e mbretërve, Zotin e gjitha botrave. Të më thënë, o kryon, jam pranë ti. Edhe ju kom përull ati. Edhe ai nuk ka mundësi që dikush mu ju përull, mu ju nështru, edhe me lut me përullësi, e me këthim prapë. Pastaj përullin që ja bojmë Allahut. Të mërë hajde mundit me qenë format të ndryshme, përshëndetjes të ndryshme, që ja bojmë dhe njerëzve. Mirë, po me vendos ftyrën në tokë, vështirë është. Dikush mundet me na detyru. Mirë, po me qef, me vendos ftyrën për dikan, s'ndodh kje. Për arsye se me këtë ftyrë Allahu e ka nderu njeriu. Përveç që e ka dhënë fizionomin, i ka dhënë formën më të mirë, dhënë kulmi i jeshisë së fizionomisë është ftyra. Edhe këtë ftyrë njerëzit thonë të na për dykish ftyrë po jetojmë. Të thonë qka me ruqet ftyrë, që është ajo pika që e të regon bukurin e njeriut, ose krimtarisë Allahut e njeriut. Mirë, këtë ftyrë që se uli për kërkëndë, edhe nuk lejoj që kush më goditës asë me më nënshmu për mesaj, unë e uli për Allahun e lartësuar. E pikërisht këto pastaj arrihet kulmi i ngritjes. Të më thonë, sa ma i përollt para Allahut, aq ma i ngritur tek Allahu dhe tek krijesat që janë tek Allahu më lonshët, pastaj edhe tek njerëzit. Pejgamberi çfarë thot? Do thonë robi është më afër
Pranë Allahut kur është në sejdë. Kur është në sejdë. Po dhe në anën tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasallam kur i thotë shokëve vet mos më ngritni ku më kanë ngrit, ku e kanë ngrit të krishterët i sahajn, po thoni robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Do thonë i dërguari i Allahut është ajo shkalla më e lartë që Allahu ja jep njeriu. Mirë. E ndërlidhja e shkallës më të lartë me shkallën më të ulët. Do më për ulljen që është robi Allahut. Do më thonë, sa më robi Allahut, sa më instruan ndaj Allahut, aq më lartë. Këtu mundemi më ndërlidh edhe me ngjarjen e Isras dhe Mirajit. Mirë, Allahu i lartësuar kur e obligoi zakatin, ja komunikoi pejgamberit alayhi salatu wasallam përmes Xhibrilit që është obligu zakati. Haxhi është obligu përmes Xhibrilit. Mirë, pse Allahu don që me ngrit lart pejgamberin e tij mbi 7 qiell. Me ngrit lart e me i thy ligjet e fizikës që ai vetë ka vendos, më rënë natës me bë udhtimin që sot nuk është lehtë me bë ato, pastaj ajo udhtimi tjetër që është mbi qiellin e 7, ajo s'ka mundësi mu arrit kurr. E Allahu i thej këto ligje pse? Dhe me arrit në një pozitë ku nuk ka arrit asnjë krijesë. As me laçet as kërkush. Edhe çka prej asoj pozite Allahu ja komunikoi obligueshmërinë në namazit. Mos sikur nuk e di, unë kam menduar për veti, sikur don Allahu i lartësuar që përmes kësaj ngjarje më na i dhon një mesazh të qartë, se po u fale në rrin pozita të larta. Do të falu në shtorë Allahut, por uli Allahut vendose fytyrën në tokë për Allahun sepse kemi mri pozita të larta. Edhe në këtë botë, kur themi pozita të larta, nuk është për qëllim pozita të cilat për cilat garojnë njerëzit ose luftojnë mes veti për mi marr. Mirë po, pozita të cilat janë pozita të nderit, të ndershme, edhe në këtë botë, po dhe në botën tjetër, sepse unë për me ja komuniku obligueshmërinë në namazit, ja ku e ngrita pejgamberin tim sallallahu alaihi wasallam. Jeni vlerën edhe pozitën që ka ky namaz, që keni obligim. Do të thotë ngrit, don mu ngrit, don me qenë me pozitë, don me qenë me vlerë tek Allahu i lartësuar. Atëherë namazi është rruga më e shkurtë për mu ngrit. Namazi si bashkë bisedim me Allahun. Ka përmend pejgamberi në hadith, po, kur falet robi, hadithi është interesant, hadithi nuk e di që mundet dikush me lexu këtë hadith prej besimtarëve. Edhe me kuptu edhe pastaj mos mu fal. Wallahi nuk e di. E mirë po, ndryshojnë mendjet e njerëzve vetëm se me lexu këtë hadith. Do të çaq përgëzues, edhe çaq inkurajues është, saqë duhet me ndi që është ka e pson një humbje të madhe ai i cili s'është ka falet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu po thot. Po Allahu po i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam që e kam nda namazin tim mes robit edhe mes meje në dy pjesë. Namazi është për qëllim këtu Fatiha. Fatiha që lexohet namaz. E që pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot s'ka namaz pa Fatiha. Thot kur robi im thot elhamdulillahi rabbil alamin. Veç dëgjoni mirë. Robi im thot elhamdulillahi rabbil alamin. Allahu thot më falenderoj robi im. Do të shka, halo pa dollë në ajetin e dytë, me thonë, Ar-Rahman-ir-Rahim, Allahu po na përgjigjet. Pastaj kur thot Ar-Rahman-ir-Rahim, Allahu i thot, kuna i thot? I thot me lauqeve, thot me madhëroj robi em. Kur thot Maliki Yawmiddin, thot me lartësoj robi em. Kur thot Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pastaj Allahu i thot me lauqeve, kjo është mes meje dhe robit tim, edhe robit do t'i jap ato që e kërkon. Mirë, çtu mund dal. Të më thonë, kjo ndërhyrje e Allahu të lartësuar në Fatihan që ti e lexon namaz. Edhe sa e lexon ajetin e parë, sa e thua ajetin e parë, dy fjalë, Allahu të përgjigjet mirë. Elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu të flet. Mirë, kush ka mundësi ta bëj këtë? Do të halo pa dol te ajeti i dytë, Allahu, mirë, kur Allahu të përgjigjet, edhe ju thot me laçeve se çore robi im po më falënderon, domthon Allahu po krenohet. Ta parametë vetëm se sa njerëz falen, sa është numri i tyre. Do të përmendin një element më rëndësishëm këtu, që e kam lexuar për libra. Fillimisht Allahu po krenohet. Po thot me laçeve, a sheni robin tim? Që pastaj çka do, ditën e gjykimit me laçet kanë marrë me dëshmu. Edhe kanë me i thonë Allahut, o Zoti, ti je krenu para neve me filanin. Kur të ka falëndëruar. Po një dëshmi që më të vërtet na duhet ditën e gjykimit. Pastaj kur ti e ndin se ti halo pa e përfundu ajetin mirë të Fatihas, Allahu të përgjigjet. Pastaj dytin Allahu të përgjigjet, pastaj tretin Allahu të përgjigjet, këtë moment e ndin se Allahu është veç yti. Subhanallah. Allahu mirët me të gjithë, sa është Allah, si përzihen zonat, as nuk i përzihen kërkesat, edhe nevojat e njerëzve. Mirë po, ajo që e ndi unë elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu po më përgjigjet. Ar-Rahman-ir-Rahim, Allahu me mua, apet një fjalë. Maliki Yawmiddin, apet me mua. Allahu veç jam i të kuqaq tash. E tash kur ti e ndin se Allahu është kamirët,
veç me ty, edhe pse ajo është ka mirë me krejt, po ti e ndin çashtu. Allah është ka mirë vetëm me ty. Edhe ti e thuni fjalë, hala pa e thon dytën, Allahu po të përgjigjet. Edhe je duke bisedu me Allahun e Rasul. Do çfarë namozi? Çfarë namozi do të jetë pastaj? A do të jetë a është dikush në besimtar i mençur i cili e di se ka mu taku me Allahun, edhe i duhen këto punë, këto vepra, edhe nuk inkurajohet me këtë hadith. Thonë çka be? Zoti im me fol me mua. To kush jam unë me fol me mua? Me bëja çaj fol. Leje që fol, kranohet, edhe ma jep ndjenën që ai është veçia. O Zoti jam. E Zoti jam, edhe për ata, edhe më thonë, pikërisht lidhet me atë pikën e fillimit që e përmendëm, se namazi rrjedh, domthon sala, rrjedh pe kuptimit gjuhësor që është do. Të thonë unë tash jam të lut. Allahu po më thot, e kam ndau namazin elhamin mes meje dhe robit tim 2 pjesë, pastaj kur të mrim të gjysma elhamdulillahit, Allahu thot kjo është për robin tim. Potencion atë thekson edhe rëndësinë e surës Fatiha, elhamit, që e ka quajtur namaz. Namaz. Do thonë, edhe kjo është një motivim. Disa njerëz ankohen se ala si ka mësuar duat që në namaz, edhe prandaj se ne fali. Është me rëndësi që ti ta bësh niyetin të fillosh të falësh. Po. Edhe Fatiha në kohë kime mësu, se Allah e ka lehtësuar. Gjithsesi, njerëzit po mësojnë matej, po mësojnë gjuhë, po mësojnë lloj zanate, lloj profesione, lloj kurse po i kryjnë, edhe elhami mësohet. Gjithsesi. Mos e lejo vetveten, apo mos e lejo vetvetes një luks të panevojshëm, mos me inë namaz vetëm se nuk e din Fatiha. Nëse Fatiha është shumë e rëndësishme për namazin, por kuptoj një rëndësinë e namazit, pastaj tjera të vinë, plotësohen. Alhamdulillah. Nëse qëllimi është i mirë dhe po gjithsesi. Hoxhi nderuar, Allah në Kur'an kur e përmend namazin thot tanha anil fahsha wal munkar. Domethënë, sa është i rëndësishëm për besimtarin, tash do të flasim pak tek ajo, taj aspekti parandalues, preventiv, që njeriu mos të zhytet në mëkate, në vepra të shëmtuara, nga se mbrojtja e tij është namazi apo lidhja e tij me Zotin që e krijon edhe që e mban vazhdimsinë e saj nëpërmjet namazit. Unë kam pas një pyetje prej dikujt që na përcjell në rrjetet sociale, e që ndoshta është e çuditshme, po mos më ka duk shumë e çuditshme. Thot një person të hoq, nuk e njoh kush është. Do të kom fal xhumat, vetëm xhumat. Mirë, po në anën tjetër kënej kur dal me shok nganjëherë pi birra, edhe e kam lënë namazin. Edhe namazin edhe birrat. Thash Tash nëse është dosht me lon diçka, është dosht me lon birrën, jo namazin. Pastaj vazhdoi namazin. Edhe pse je vetëm me xhumë. Mirë po, fale mirë xhumën. Edhe merra energjinë e namazit xhumës. Pastaj shtoj edhe në namaz tjetër me lejen e Allahut kemë u largu edhe për alkoolit. Do të thonë kjo si pyetje më ka duk pak interesant, mirë po ndon shoqërinë tonë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që namazi më të vërtetë është preventiva, ndoshta më e suksesshme, mirë po nëse mirret, qysh është përshkruar për Allahut të lartësuar. Nëse dozën e ka në mënyrë të duhur edhe aplikimin e ka në mënyrë të duhur. Sepse na edhe terapitë e mjekëve kur i marrim. Nëse nuk i përmbami dozas e afatit kohor të terapisë, edhe shkojmë te mjeku them që 2 javë nuk është kam ban kur gjë terapia që më kush. Mirë shik e marr, vallai nuk u mor krejt ndryshe nga ajo që më përshkruti. Do të thonë ti ke dëmtu veten edhe më tepër. E kështu që namazin Allahu i lartësuar e ka sjell, po themi kështu kushtimisht si terapi, mirë, po terapi që duhet me marr sipas udhëzimeve të Allahut. Jo terapi tem. Po nuk është namazi diçka që kthehemi në fillim. Vallai ne obligim edhe hajt ta heku, ta largoj. Edhe mirë lirua petina, tash e vazhdoj jetën time. Jo. Unë jam çaj që kur të hi namaz, kur dal prej namazit do të ndodh më ndryshe. Pse? Sepse kam qenë takim me Allahun, ato që e përmendëm më herët. Thonë Allahu, unë kam bisedu me Allahun e lartësuar. Dhe prap ma vonë kam një takim tjetër. Po, prandaj do më takima. Në periudhën nuk më ka hije që të bëj diçka. Mirë, po unë sa dola për takimit me Allahun. Sa isha në namaz, sa isha pranti, sa e më dha të ndjesin se Allah është të umor vetëm me mua në këtë moment. E unë tash sa dal për këtë moment me dal edhe me vepru diçka që është kundërshtim ose hidhran Allahun i cili më pritin takim, edhe u gëzu edhe u krenu para me laqeve mua. Ajo që ka përmend Allahu nuk ka dyshim që është e sakt. S'ka dyshim as pak në to, se namazit të largon prej punëve të pamoralshme dhe punëve të këqija, edhe të largon. Mirë, nëse dikush
është namazli dhe nuk largohet për punë, nuk është problemi te namazi, është problemi te personi i cili nuk është duke e marrë namazin si duhet. Popullit e na më herët kanë thonë, edhe mu fal, edhe me vjedh për shembull, zban. Pse? Sepse e kanë ditë ata, për mësimeve të mëhershme, për xhallarët të mëhershëm, se namazi duhet me ndal për hajnis njeriu. Namazi duhet me ndal prej prostitucionit, për amoralitetit, për këtyre. Vetëm se duhet na me marrë namazin që duhet, edhe duhet me ju dorëzua dhe me nushtru komplet Allahut në namaz. Me ja dhonë gjithë shka Allahut në namaz, pastaj Allahu na jep ato që e ka premtu se ka me na ndal prej. Shumë ma shumë se sa që... Gjithsesi. Pastaj, shokët e pejgamberit alayhi salatu. Disa prej tyre, pa i përmend me emra, a nuk ishin të shumë në jetë shfrenume, disa prej tyre. Të në jetë shfrenume. Mirë po arritën që me qëtë namaz, po edhe me forma tjera të edukimit, po edhe përmes namazit, me mu shëndru për një shumë të shkur shoqëria ma e moralshme, ma e mira. Allahu i lartësuar mjaftoi me zbrit ajetin se jep një fund alkoolit, o kryma, mbaraj alkooli. Ma nuk ekzistonte diçka që quhej alkool. Allahu e ndaloi martesën e përkohshme, që në fillim jo që e ka leju, sepse interpretohet që Allah e ka leju martesën e përkohshme, se ka leju. Po martesa e përkohshme ka qenë prezente, edhe Allah e ka vonu ndalesën e saj. Mirë, u ndalu martesa e përkohshme, u ndalun të gjithë. Allah e obligoi mbulesën për gratë, nuk pat nevojë me thonë gratë vallor, kam nevojë më bind, më duhet të më folë një muaj, 2 një vjet, një muaj do. Po ta jetoj jetën kështu, nuk pat nevojë. Bile gratë që transmetohet, gratë e shokëve të pejgamberit alayhi salatu, të cilat ishin në rrugë, nuk pritën me orë të shtëpia, me i marrë bolezat ose me i marrë çarshafë mbulu, mirë po, me ato veshje që e kishin, e mbulun kokën, ato që e kishin të pa mbulu me kokën deri në atë kohë. Pse? Sepse u edukun. Kush e edukoi? Namazi, sepse është i adhurimi më i shpesh që bëhet. Edhe është edukues tepër i mirë, është edukues shumë efektiv, po me kush që na me kry namazin, do me hi namaz, se jemi të dalë para Allahut të lartësuar, me lexu me vëmendje, rukun, sejdën, ato që i përmendun pjesët e namazit, me i bë me vëmendje, me përkushtim, me përullësi ndaj Allahut të lartësuar, vallahi kemi me dalë tjerë. Sa është me rëndësi me e kriju një baraspesh mes asaj që quhen veprat e zemrës, adhurimet e zemrës dhe adhurimet të jashtme në namaz. Flas tu për sinqeritetin edhe për praninë apo prezencën e zemrës në namaz. Ti e din hadithin ku pejgamberi sa thotë se ka disa njerëz të cilëve do t'u shënohet për namaz, të shkruhet për namaz vetëm një 9, një 10, një 8, një 7, gjysma. Edhe pse i bojnë lëvizjet e njëjta. I bojnë lëvizjet e njëjta. Nga jashtë, nëse i shikojmë, njëjtë na duken. Po kjo është lart. Po. Si tjetri ka mbet në nivelet më të ulta. Mundet me ndodhë 2 persona të fort njëjtin namaz. Po. Njëjtin namaz, të njëjtat sure, nëse i thonë njëjtin dhikr, njëjtin lëvizje, edhe japin selamin bashkërisht. Mirë po dallimi mes namazeve tyre është sikur se dallimi mes lindjes edhe perëndimit. Çka e bën këto? Këto e bën diçka që është e brendshme. E pikërisht ajo po lypet prej namazliut që jo në namazin mos me shëndru vetëm në lëvizjet jashtme, tekbira, ruku, sejdë, në formë që shihet, para ta dhe i kemi rukut dhe sejdë të disa namazli tepër të shpejta, sa që edhe dhikrin që është i parapam në ruku dhe sejdë nuk mundesh me bë. Pse? Sepse ju ka shndruar në formë mekanike. Në ruku, sejdë, selam, rutinë dhe okrim. A la diçka? Kur dal prej namazit, a dalën pak më ndryshe? A dal ma i mbushun? Ma ofër Allahut lartësuar? Ma tepër që e përkujtoj ahiretin? Ma i ngathët edhe më pak i guximshëm në raport me gjunohet e kështu me radhë, apo dalë që jam koni njëti, krejt këto e ban, aja ona e brendshme, edhe ajo që e përmende ti, do të thonë njerëzit marrin prej namazit, qaq sa i japin për kushtim edhe për ulje. Dikush një 10, dikush një 8, dikush një 4, dikush gjysmën, dikush e merr komplet namazin. Kjo vetëm sa për shpjegim, për shikuesit, kjo nuk do të thotë që ati si pranohet namazi, s'ka namaz do të me përsërit. Ai e kryen obligimin. Mirë, po llogaritja ato mirësitë e mëdha namazit. Ajo brendshmja, çka prej të cilës varet se hapi, është problemi. Pikërisht atë e ke lanë të cunguar. Domethënë me shpjegun mirë figurative, 10 vet hyjnë me një biznes, njëtin biznes, njëri kthehet me 1 milion,
tjetri kthehet me gjys, tjetri me 10.000, tjetri kthehet 0, tjetri ndoshta edhe ka një minus. Minus 100.000. Do më thonë, pikërisht do më thonë edhe namaz është. E çka e bën këto? Ai bën do më para se me hy namaz, para se me thonë Allahu Akbar. Me ngri durt, të thonë para kujt jam të dal, para atij që është Akbar. Më i madhi. Të s'ka diçka. Edhe për ata e kanë interpretuar dietar se kur i ngremi durt Allahu Akbar, sikurse gjithçka mbetet mbrapa neve. Sepse jam lidhur me Allahun e lartësuar tash. Pastaj është gjithashtu kërkohet mu shkarku për ngarkesave të kësaj të jetës së përditshme. I sheti plot namazli, vin xhami, tu hin xhami, tu e bë mohabetin, e shita, e bleva, kish mashtru, s'kish mashtru, hin namaz me çtë ndjenje. Edhe pastaj kjo ja pamundson me përjetu namazin edhe me arritat përërsi. Ata lej këto probleme të dera. Wallahi s'ka me t'i marrë kërkush, mos u tut. Edhe kemi i gjetë që atë kur dalsh, bele s'pa. Po kemi i gjetë me një ripërtrirje të imamit. Nëse i lën të dera e xhamis, ose të dera dhe mos ku falesh. Edhe falesh pa tu. Me lejnë Allahut kur dash, kemi thonë çto probleme janë kanë që më kanë preokupuar ditëna, pse pas ka vleme, pse ti kanë të lehta, pse se ti ka lehtësuar tash Allahu i lartësuar përmes namazit. Kemi për ti lidhen tonë me Zotin. Gjithsesi. Çështja e sinqeritetit është shumë e rëndësishme, qiltërsia. Kur ta bëjmë një adhurim, ta bëjmë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush e fal namazin, por qëllimi i tij nuk është Allahu, atëherë një vepër kaq fisnike, vepra që është, domethënë vepra që më së shumë ti e don Allahu, pasi imanit, sikur se thot pejgamberi në hadith, se vepra që më shumë do Allahu është namazi në kohën e tij, shndrohet në mëkat, madje mund ka mundësi të shndrohet në shirk. Edhe mëkat vdekje prosh. Vdekje prosh. Zoti na rujt. Mirë, pa dosht me zmadhu këto shumë, mirë po në Medinë e pejgamberit alayhi salatu kotina munafikat të cilët nuk kishin fije besimin në zemër falshin. Me drejke, me gjitha të kohë të namazit i falin me pejgamberin alayhi salatu. Mirë po këto do t'i shndrohen në dëshpërim edhe më të madh ditën e gjykimit. Megjithëse këta ishin munafik. Mirë po e përmend Ibn Kaimi në fjalë dhe e shoh që çarkullon shpesh, thotë o ti që i bën punë pa sinqeritet, mos u lodh kot. Mos u lodh kot, sepse tek Allahu i lartësuar ajo sita që i themi ne, që mbi ta vendosen veprat, është shumë e imta. Është quhet sitë e sinqeritetit. Po s'pat vepra sinqeritet e lëshon. Këtu duhet me luftu gjithsesi. Do përveç që duhet me luftu me bë veprën, duhet me luftu që edhe me bë për Allahun e lartësuar, sepse Allahu nuk e don ortakrin edhe në vepra. Ortakrin hise hiç, mirë po nëse e bëjmë një vepër për Allahun edhe për dikant tjetër, përzingoni. Edhe këto huwa shirku pikërisht atë ajo doshta me dal, domthon e lodhe punën e tij dhe shirkun që më ka. Ti kur don me nderuni njëri, domthon po i drejtojnë dëgjuese. Kur don me nderuni njëri, edhe thu që këtë ne e kam bërë për ty, mirë po edhe për filanin, fillon mos beja. Ose e bën një darkë përpara që kanë qenë darkat e nderit edhe respektit. Edhe thu e kam bërë për ty, po edhe filanit o kry mos met ajo darkë tina. Edhe te njëri. Ndërsa Allahut më thon Allahun po fola për ty mirë po, pastaj unë përmes namazit po i kam edhe do privilegje tjera, njerëzit po më lëvdojnë, po më qesin të parin, anena knena, atëherë hub. Do favore tjera i kërkoj. Do favore tjera, humbet ajo që e presim prej Allahut lartësuar, sepse Allahu nuk e duron ortakrin në asnjë formë. Allahu i don veprat e sinqerta, edhe për ata e përmendin dietarët që rregull është shumë rëndësi, sa vepra të vogla njeti, do mos sinqeriteti i ban kodra. Po sa vepra si kodrat, mos sinqeriteti ose njeti i keq i shndron në thërmia ose i bën hi. I e pluhur. Ja, Hoxhi nderuar, namazi me xhamat. A është kjo edhe një nevojë për ta kultivuar, për ta zhvilluar jetën sociale, shoqërore në një bashkësi? Fillimisht Allah i lartësuar ka caktuar disa namaze që nuk ka mundësi mu kry ndryshe vetëm se në xhamat. E kemi namazin e xhumos, namazi Bajram. Edhe nëse jemi me mira njerëz, po nuk i kemi kushtet e namazit xhumos, nuk mundemi me fal, pos në vendin e parapam ose në formën e parapam. Namazi Bajrameve, pastaj namazi kërkimit shiut, namazi i nxënjes së diellit edhe të hanës, sepse këto janë sunete, këto të fundit që i përmenda, mirë po, domthon kërkohet xhamati. Në anën tjetër, gjithashtu Allahu e kërkon namazin në Kur'an, përveç që e kërkon namazin si obligim, e kërkon xhamat.
warka'u ma'a ar-raki'in. Bani ruku me ata që bojnë ruku. Do të thonë bashkarisht bani ruku. Bani sejdë bashkarisht. Gjithashtu në elhamdulillah e kam dëgjuar një hoxh duke e përmendur një detaj të bukur, thot ti jetu duke u fal vet, edhe duke e lexuar elhamin për vete. Qështu në elhamdulillah, iyyaka na'budu. Domthon vetëm ty të adhuroj, unë jam vetëm. Nuk domthon këtë rast nuk i tham unë vetëm ty të adhuroj, po vetëm ty të adhurojmë për me dhënë ndjesinë që namazit duhet më kry bashkarisht. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte zakon që nëse dikush prej shokëve të tij mungonte namaz nuk vinte, sepse namazin e falçin në xhami me të. E interesoi, ose shkonte te shtëpia e tij, pyeste, pse s'ka ardhur, ose çka ka ndodhur me filanin. Pastaj edhe ndërtimi i xhamive. Gjithë këto xhami që i ndërtojmë, do të ka nevojë edhe për shumë tjera. Mirë sikur të jetë vetëm për një namaz xhumos. Ne me falmi dikon me një sallë të madhe dhe nuk po lodhemi me gjithë ato argjime. Mirë, po xhamit wa anna al-masajida lillah. Fala tad'u ma Allah ahad. Xhamit ndërtohen për Allahun, edhe mos e lutni dikant tjetër pas Allahut në tu. Do të thonë shkoni dhe faluni tu. Pse namazi me xhamat? Për shumë arsye, edhe për shumë dobi të cilat i kthehen krejt njeriu dhe i kthehen shoqërisë. Prej dobive që mund të përmendim këtu është se ja ulat egon edhe ja thenat me ndimësit. Kush jam une? Kjo kush jam une s'ka vend xhami pastaj. Kush jam une se në saf, në resht të reshtoshme, të varë, forimet pasur. Erdh kush erdh. Edhe kohën që ke ardh, ku e gjon vendin në saf, pastaj rreshtohesh. Nuk ka xhami kush jam une. Nuk ka vende të rezervuara. S'ka vende të rezervuara. Domethënë që ja u jep atë ndjesinë që para Allahut jeni të barabartë. Pastaj gjithashtu prej dobive është se mu taku me njerëz, edhe ajo që sot pjo mungon shumë, sidomos mushave të shtyra, mo njerëzve të shtymë mush, që s'ka njerëz ku takohen e bojnë biseda, këto e kanë në namaz. Pas namazit mundën mu taku, mundën zhvillu biseda, mu interesu për një tjetrin, edhe për nevoja. Se cila shoqëri ka ato i quajmë klube sociale, ku njerëzit takohen, kanë nevojë mu taku. Kohën e lirë bisedojnë. Neve, Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet xhamive, nëpërmjet namazit në xhamat, këto institucione i ka themeluar që 15 shekuj, më herët, edhe është institucione që na lidhin neve. E pyesim njëri tjetrin për hallet, për dertet, e shohim njëri tjetrin, takohemi, se njeriu është qenie shoqërore, nuk është qenie që mundet me jetu vetë ose e ban jetën vetë. Ata që janë jashta suazat asaj që është njerëzore, ndoshta kanë mundësi me jetu të vetmuar, po ata janë si më thonë përjashtim nga rregulli, janë shumë pak numër. E përmendin dietarët Ademit alayhi salam kur e ka kriju Allahu në xhenet, si ka mungu kurrë. Çdo të mirë e ka pas, mirë po e ka ndijat vetmin. Kur Allahu ja ka sjell gruan, Hawan, i ka ikë vetmi, pastaj ju ka larguar dhe ka filluar mu ndi pak më mirë dhe më komod. Pse? Se nuk është vetëm emri insan është pra unë se jeton. Domthon që me qeni shoqërueshëm, me qeni i afrueshëm, me qeni social. Gjithashtu edhe një pikë doshta me përmend, ajo është se kur falemi të njëjtin vend, ndodh nganjëherë me qenë numër i madh, për shembull në Çabë ose në xhamitë e mëdha e shohim që rrin numri i namazlive me 10 ramira në imam e kanë. Mja u dhona të ndjesim që gjithmonë muslimanët duhet me pos dikan që ju prinë. Nuk mundemi me qenë 300 vetë, një formati, një grupi, 300 me qenë udhëheqës. Udhëheq njëri, po udhëheq në punën më të rëndësishme. Si shqiptare kemi pakësi. Mirë, po prapë edhe na shqiptarë falim pas një imamit. Do thot, për mi tregu njerëzve që punët... Nësë është kjo mirë me eduku pak shqiptarë se... Punët e mëdhaja kryhen me sukses nëse i prin dikush, një person. Jo 2, 3, 4 për arsye se prishet pastaj para spesha. Gjithashtu edhe adhurimet e njëjta, lëvizjet e njëjta, xhamia e njëjtë i ban mu afru më tepër muslimanët mes veti, edhe përveç që lidhen fort dhe shoqëria fort, mundi që na kemi shumë elementet përbashkëta. Ndodh njëri ka njëherë e ka një shak, vallai nuk e di na lidh kafja se ju që kam diçka me to. Ndërsa kur ta bësh mend ti që të lidh namazit, të lidh xhamia, të lidh besimi, të lidh Kurani, të lidh mësimi i Kuranit, të lidh çka është harame, domthon gjitha këto, domthon ne jam me një shoqëri që na lidhin shumë sana. Edhe më të vërtet pastaj formohet në lidhje e fortë e shoqërisë përmes namazit me xhamat. E cila është shumë e nevojshme, veçanërisht në këtë kohë ku njerëzit investojnë shumë me të madhe që të dominon egoizmi, të dominon vetmia dhe vetmjaftimin. Do thonë më tona me vetveten time, jetoj jetën time. S'm duhet dikush, s'kam nevojë për diçka. S'kam nevojë asgjë.
O që ndëruar edhe një pyetje para se të Mirë. mbarojmë. Namazi lideri të gjithë punëve, i të gjitha punëve. Po. Kështu kisha me thonë edhe unë. Pse? Sepse në ditën e gjykimit besoj që shumë për atyre që na përcjellin e din se në ditën e gjykimit besimtari për cilën punë ka më pyet të parën namazin. Mirë. Këtu nuk mbaron rrëfimi pejgamberit alayhis salam. Po vazhdon. Nëse namazin e ka në rregull, nëse namaz ka qenë i rregullt, do të punët e tjera do t'i rregullohen. Ajo që jep me kuptu hadithi është se Allahu do t'ja rregulloj edhe ato zbrastira që i kanë punët e tjera, për shkak të namazit ja rregullon. Mirë, po edhe në anën tjetër, ai person që ka qenë mirë me namaz, është mirë edhe me punët e tjera. I ka punë mirë. Nëse namazi qenë ka lideri gjitha punëve, edhe me to po filloi ka llogaria e besimtarit ditën e gjykimit, namazi duhet me qenë lideri besimtarit edhe për punët e kësaj bote. Për ata dietarët e përmendin shpesh edhe sociologët fetare kom dëgjuar të e përmend se njeriu qysh e fal namazin që ashtu e ka jetën. Me përkushtim, me vendosmëri namazin që ashtu i bën edhe punë. Me shpejtësi me nxitim namazin që ashtu i ka edhe punët e tjera të dunjos. Namazin me neglizhencë kështu jetën e ka ashtu. Do subhanallahu, namazi si duket është ai emotsi ose treguesi më i saktë me thon i formës së jetës që bën njeriu. Namazin mirë dhe punët e tjera kam i pasur. Namazin herë fal herë se fal edhe në detyrat e tjera është kështu. Dhe namazi e forcon vetdijen për mbikëqyrjen e Allahut, edhe ta mundson që çdo punë të mundosh ta bësh në mënyrë më të përkryer, më të plot. Po pra. Pejgamberi ka thënë hadithin e din ti mirë se Allahu e don një rob i cili e kryen punën. Kur e kryen punën e përsës. Domthonë përsës sipas mundësisë që ka. Alhamdulillah që Allahu s'ka lyp me përsës sipas kriteret që standardet e mirë, po standardet unë kaç kam mundësi. La yukellifullahu nafsan illa wusaha. Unë kam mundësi me fal namazin me elhamdulillah, me 2-3 sure të shkurta e fali. Ai tjetër dhe gjysmën e Kuranit o krye, ai tjetër i kret Kuranin. Domthon Allahu e lyp adhurimin në formën më të mirë sipas mundësive tona. Edhe me plot drejtë e lyp. Pse? Sepse ai ka bërë më të mirën për neve. Formën më të mirë, trajtimin më të mirë, gjonat më të mira. Përgatitet pa numërta, begatit pa numërta, xhenetin më të mirën për neve, e gjitha këto Allahu me i bën më të mira për neve, na më ia dhon më të dobtën Allahut ose më të keqen, më vërtet nuk është falendëruese kjo. Po gjendëruar ishte kënaqësi që ju patëm sonte me mjedisin ton. Shpresoj se ti ke kalu mirë. Po gjithsesi, për kundra se kënaqësia ishte e jamja. Allah i nderoft. Inshallah përsëri po tham, ndoshta ta kam treguar edhe herën e kaluar, nuk është kjo takimi, nuk është ky takimi janë i fund. Inshallah me lejen e vazhdimësi, se me të vërtet këto biseda me ty janë shumë të këndshme dhe mendoj se janë të dobishme shumë për popullatën tonë. Allah i shpërbleft, Allah i nderoft edhe një herë për ftesën. Allah i shpërbleft. Inshallah gjithmonë në punë të mira takohemi dhe bashkohemi. Amin. Të nderuar vëllezër dhe motra, ky ishte mezhlisi i kësaj jave. Ju përshëndes, selamu alejkum wa rahmatullah.